Mbledhja e grupit sot ishte për organizimin e punës në Dibër. Gjithë grupi do t'jetë i angazhuar në këtë fushat, absolutisht pa përjashtime. Të gjithë janë gatshëm, sepse kjo mbledhje kishte kryesisht këtë qëllim të jo vetëm të informonte grupin, por dhe të shihej gatishmëria e deputetëve, sepse mund të ishin periudha nuk është periudhë fushatës, është periudhë pushimesh në fakt, por për fat mirë gjithë grupi është i gatshëm dhe do të angazhohet në fushatën e Dibrës, ku unë jam i bindur që ne do të korrim fitore. Si komentoni kandidaturën që ka paraqitur Partia Socialiste? Nuk kam ndonjë koment për kandidaturën e Partisë Socialiste. Do ta shohim si do të sillet në fushat, sepse për mua nuk ka rëndësi emri që ka krijuar deri më sot, nëse ai do të jetë pjesë e lojës së Edi Ramës për të marrë atë që nuk i takon, qoftë do të hyj me poshtërsi, me pisliqe në këtë fushat, sigurisht që do marrë përgjigjen e merituar në çdo aspekt. Por nuk dua të paragjykoj, për ne ka rëndësi që dibranët të kenë përfaqësuesin e tyre, atë që meritojnë të kenë, dhe jo një përfaqësues të Edi Ramës. Ky që përfaqëson Partinë Socialiste, nuk e di është koincidencë që ka mbi emrin Rama, por për ne pak rëndësi ka. Aty nuk duhet të ketë më askush, nuk duhet të përfaqësoj më në Dibër Edi Ramën në pushtet. Sigurisht zgjedhjet në Dibër i pezullova unë, do në njom kokë time, sigurisht me vendim të kryesisë Partisë Demokratike. Me qenë se erdhi kjo situatë, ne pezulluam zgjedhjet në Partinë Demokratike, zgjedhjet që do të zhvillohen mbas fitores së bashkisë në Dibër, dhe sigurisht kjo fushat do të na shërbej edhe që gjithë secili, nga antari më i thjeshtë i Partisë Demokratike, deri ke funksionari më i lartë, të tregojnë se sa vlera kanë, dhe vlerat më mirë se sa në një fushat zgjedhore nuk ka kush të tregoj kush. Kush do ta vetë përjashtoj veten, kush do të largohet, apo ca më zi të rreshtohet në krahun kundërshtar, e thash dhe më parë, do marrë përgjigjen si një kundërshtar i Partisë Demokratike.